Vlora çel zyrtarisht sezonin turistik 2025. Një sër aktivitetesh të shtrira në 2 ditë të fundjavës do ta bëjnë qytetin bregdetar destinacionin e festimeve, por ato do të jenë të shtrira edhe gjatë gjithë vitit. Kryebashkiaku i Vlorës Ermal Dredha gjatë kësaj të shtune nëpërmjet medjave u ka bërë thirrje qytetarëve të Vlorës, por edhe atyre të cilët kanë ardhur në qytet nga jashtë vendit apo rreth të tjera të Shqipërisë që të vinë të festojnë në Vlorë në këto 2 ditë të çeljes së sezonit turistik. Sot po bëhemi gati për të çelur zyrtarisht sezonin turistik. Këtu kemi një stage gjigant në fakt që është ndërtuar posaçërisht për këtë event që ne mezi e presim. Është ajo në fakt që hap edhe siparin për gjithë festimet dhe eventet që do të organizohen në qytetin e Vlorës për gjatë gjithë verës. Shpresojmë që të ketë rëndësinë e dur, të ketë fuqinë e dur dhe të ketë ngjyrat e dura. Artistët do të marrin pjesë janë të gjithë shumë të njohur në artën e Shqipërisë. Kemi Kidë, kemi Sony Male, kemi Ledri Vula, kemi TJ from Mars. Pa ideja është do të ndahet në 2 ditë ky aktivitet, është sot edhe nesër. Shpresojmë dhe urojmë që të gjithë vlonjatët të dalin dhe të festojmë gjithë së bashku dhe patjetër një thirrje për gjithë shqiptarët që fundjavën ta kalojnë në Vlorë, sepse realisht do të jetë plot zjarr, plot energji, plot fest ky qytet, ashtu sikurse e duam të gjithë dhe ne do t'ja bëjmë gati që ata të gëzojnë sa më shumë. Pyetje se përse është menduar që këtë sezon aktivitetet të mbahen në plazhin e ri, kryebashkiaku Dredha i është përgjigjur. E bukur e Lungomares është që ka disa spote ku ne mund të festojmë dhe mund të organizojmë festa të përmasave të mëdha. E kemi provuar edhe një vit më para edhe në këtë pozicion pothuajse, ka funksionuar shumë mirë dhe pse jo, ne të jemi gjithë përfshirës edhe sa i përket lokacioneve ku ne festojmë. Vlora është e bukur gjithandej, kushtet janë shumë të mira, pse jo, më duket super që ta organizojmë këtu këtë radhë. Dredha tha se pritshmëritë e këtij sezoni janë shumë të larta, kryesisht tek pushuesit e huaj. Ai tha se gjatë gjithë verës do të ketë evente që do mbajnë të karikuar sezonin turistik. Pritshmëritë janë sikurse edhe kemi parë prezencën e të huajve në qytet tashmë prej 2-3 muajsh, që kemi plot, restorantet janë plot me të huaj dhe dihet që fluksi më i madh do të vinë në ditët dhe muajt në vazhdim. Ne po bëhemi gati që ata momenti që mbrin në këtë qytet, jo vetëm t'i referojnë detit, sepse deti është ajo që na veçon, por kemi bukuritë tjera pafund, kemi thënë shpesh, kemi gjithë fshatra super të bukur, kemi atraksione të tjera që janë historike, kemi Zvërnecin, kemi Orikun, kemi pafund vende ku ata mund ta gjejnë veten shumë mirë dhe patjetër pastaj eventet që e bëjnë dhe mbajnë të karikuar gjithë sezonin turistik. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha theksoi se për shkak edhe të hapjes së aeroportit të Vlorës, kryesisht me charter gjatë muajit gusht apo edhe në dhjetor, kapacitetet do të jenë të larta të turistëve të huaj, ndaj detyrë mbetet përmirësimi i shërbimeve. Patjetër që po, sepse ka pasur një vullnet të shtuar sa i përket edhe hapjes zyrtare të aeroportit të Vlorës, edhe pse nuk ka filluar punë në funksion plot, por diku rreth muajit gusht ne presim që të fillojnë fluturimet charter nga ai aeroport dhe pastaj drejt dhjetorit shpresojmë të fillojnë në kapacitet plot. Kështu që patjetër vëmendja është shumë e madhe. Vlora i ka të gjitha mundësitë që të mirëpresi dhe të presë çdo të huaj që zgjedh këtë qytet për pushime dhe jo vetëm. Ne jemi gati, ne duhet të përmirësojmë shërbimet, atë që kemi edhe principin kryesor të pjesa e funksionimit të bashkisë si administrat. E duke u ndalur konkretisht te kapacitetet njerëzore dhe financiare për të përmirësuar shërbimet e për të përballuar sezonin turistik, kryebashkiaku Dredha ka dhënë këtë përgjigje. Kapacitetet duhen rritur shpesh, duhen rritur gjithmonë, duhet jemi shumë të vëmendshëm sepse edhe numri i turistëve që zgjedhin Vlorën si destinacion është një rritje shumë të madhe. Është një rritje shumë të madhe, kështu që ne duhet të përshtatemi me pjesën e kapaciteteve njerëzore dhe financave, buxheteve dedikuara sa i përket përmirësimit të nivelit të shërbimeve. Një gjë është pozitive që ne përfundimisht e hapëm landfillin e Sherishtës, që është gjë shumë e mirë dhe shpresojmë që do të ndikojë pastaj edhe pjesa e menaxhimit të mbetjeve në qytet në ditët e muajit vazhdim. Vlora çel kështu sezonin turistik zyrtarisht, ndërsa fundjava do të jetë ngjeshur me aktivitete ku gjatë mbrëmjeve këngëtarë dhe artistë të njohur do të performojnë në skenën e ngritur pranë plazhit të ri.